Mua nuk më intereson fama fare, po fare. Unë e bëj se dashuroj këtë profesion. Duhet të dehesh me alkool, me verë, me harrova me çfarë sjella ime. Me poezi, me gjithçka. Për çfarë kam dashuri në këto momente, kam për jetën. Jeta është gjëja që ti duhet biesh në dashuri, duhet ta duash jetën. Arti, edhe sidomos teatri, është opozite çfarëdo lloji qeverie. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur. Na gjeni këtu në Sol 89 Radio. Jemi së bashku në këtë frekuencë ku do të qëndrojmë për të ndarë shumë informacione interesante, shumë biseda interesante, si gjithmonë me kolegun Egon Loli. Përshëndetje miq, si ju kam? Më mori prap malli për qafimet gjithëve, se mua më shumë ndjeshëm është bërë ky djalë. Çdo javë që ju takoj edhe duaj që të hapjen ta bësh gjithmonë ti. Domethënë, ti e bën, por që më pëlqen. Që ti të thuash pastaj më ka marr malli. Që unë të them më ka marr malli, po edhe më pëlqen mënyra se si e bën hapjen. Po pse mendon që nuk do ishte okay që përpara se të thuash ç'kemi, të thuash më ka marr malli? Po unë thash, apo ta them përpara se të them. Përpara se të thuash ç'kemi, të thuash më ka marr malli. Ideja nuk është e keqe. Tani le të fillojmë të shprehim ndjenja. Po. Jam dakord me ty plotësisht Viola. Mirë. Nuk e dim nëse është dakord e ftuara jon. Kush është e ftuara jon? E ftuara jon është një grua, mendoj unë profesionalisht më se e plotësuar. Po flasim për Rozi Kostani, aktore, regjizore dhe pedagoge në Universitetin e Arteve, po besoj shumë se kaq për te profesion. Rozi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për këtë ngrohtësi, më pëlqeu shumë edhe malli, edhe po më merr malli me gjithçka. Shiko, duket ose ngjan sikur e bëj të impostuar këtë intron që them më merr malli për dëgjuesit, po më merr malli me gjithmend për dëgjuesit. Në formën po them të radios, të përçimit të zërit. Nuk e di sa. E di që ke shumë të drejtë, se unë në radio kam punuar shumë herët, edhe mua më merr malli. Më merr malli shumë, sidomos të atmosferën e kufjeve kur ti e dëgjon atë timbrin që shpërndahet. Më pëlqen shumë. Radioja është magji, është dashuri. E zhvillon imagjinatën. Po, pra, një tingull i vogël dhe e vërtet është. Dhe njerëzit lidhen padyshim së pari me zërin që besoj nuk ka forcë më të madhe se sa të arrish të transmetosh diçka vetëm përmes kordave të tua. Të arrish të transmetosh në fakt gjithçka. Jo thjesht gjithçka që ai që na ndjek ka makina, për shembull është zëri ynë. Diçka të ndryshme për secilin, se kam përshtypjen se secilit mund t'i japim një energji të ndryshme, uroj të jetë mirë tek të gjithë. Uroj. Tet ky emërues i përbashkët. Rozi, si ke qenë? Di që ditët janë të ngarkuara për ty, shumë shfaqje këto kohë, shumë angazhime dhe të gjitha nga sa është parë plotësisht suksesshme. Nuk të pëlqejnë komplimentet, po këto janë vërteta. Po, okay. Domethënë është njeriu s'duhet të kënaqet kurrë. Unë përgjithsisht jam natyrë e tillë që nuk kënaqem kurrë me veten, dua më kërkoj më shumë. Nganjëherë më thoshin që je shumë mendje madhe që kërkon më shumë. Jo, unë mendoj që po jam natyrë perfeksioniste, më pëlqen perfeksioni, e di që nuk ekziston, por unë përpiqem ta kërkoj. Beson te këto karakteristikat e horoskopit? Jam shigjetari, edhe si shenjë duket që unë nuk paramerrem shumë të lexoj për shenjat, kështu po e di që kam një fokus të tmerrshëm, domethënë po e desha diçka është shenjë zjarri. Është absolute, e ngre shigjetën me vrap dhe godas në shenjë. Është një shenjë tipike, po them artistësh zakonisht rockerësh, shigjetari. Rockere kam qenë dikur. Ke qenë vërtet? Po, edhe metalar. Vërtet, çfarë muzike të pëlqen? Rock, metal. Ja, që unë e gjeta. Po. Po kur thonë që jo, horoskopi kështu të çmendur. Po. Si ka qenë adoleshenca jote? Në ato kushte ku kemi jetuar neve, që i bënim mbrëmjet ditën me batanie ndritare. Në dritare, po. Edhe me zor prisnim kur dikush një shoqe e klasës thoshte më kanë ikur prindrin, ne me mram i linim orët e fundit edhe mblidheshim. Mbase mungesat e bëjnë më të bukur atë
e bëjmë takimin më të bukur dhe e shijojmë deri në fund. Sot sigurisht shijohet në çdo lloj forme, por ne besoj që e kemi shijuar nga mungesat. Nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë se them që nuk është gjë, por them adoleshenca jon ka qenë e tillë, e tëra, e përfshirë për t'ja marrë edhe pikën e fundit. Por ja mendoj që kur ke mungesa, je më i motivuar. Po. Ndërkohë që kur i ke të gjitha fillon edhe pra kur s'të mungon asgjë, po e them kështu. Gjithmonë do të mungojë diçka, po e zëm sikur s'të mungon asgjë, po e them hipotetikisht. Po. A është e vërtetë që fillon të mungojë vetja? Një farë boshllëku, një farë kështu, fillon të gryen, ajo mola kështu nga brenda. Po, ke të drejtë, ky është proces, besoj i shoqërisë sot, se shikoj shumë të rinj që janë pa dëshira dhe më bën shumë përshtypje si ka mundësi të mos kesh dëshira. Duke nisur që nga fëmijët e mi, i them po mirë, ti çfarë ëndre ke? Ke një ëndër, po, që tek shkolla e lartë, për çfarë do të vazhdosh? Po, se di. Unë e dija që në kryet herën se çfarë doja. Edhe më bënte shumë përshtypje kjo gjë, edhe fëmijët e mi që më kanë dëgjuar gjatë gjithë kohës që unë jam shumë pasionante dhe flas edhe them si ka mundësi që ju se dini, po mirë ti si e ke ditur? Po ja, e kam ditur nëse unë jam kërkuese. Pra njeriu asnjëherë s'duhet ta humbasi veten, po e humbi veten atëherë ka humbur gjithçka. Absolutisht dakord me gjithçka. Po ti duhet ta kërkosh veten edhe tek gjërat e vogla. Për shkak duhet të merresh me shumë gjëra kreative që ta pasurojnë shpirtin. Edhe unë sot i kam gjitha, por nuk ri dot, e di ç'kam bërë kohën e fundit? Kam bërë një mur me shishe. Okej. Me shishet që ka pirë im shoq. Bira, verë. Me shishe qelqi. I ke thyer, besoj? Jo, nuk i kam thyer, i kam vendosur ashtu, kam marr ashtu si amatore që jam në fushën e ndërtimit. Po çrën si ka kjo? Ja dola dhe jam shumë e lumtur sikur çfarë kam bërë. Jo, unë doja të pyesje, domethënë cili është qëllimi i kësaj? Qëllimi është që kreativitet, apo të shprehësh, po them, të heqësh stresin. Të bësh diçka unë. Po, të bësh diçka mos rish kot. Po si e gjen kohën? Dilja në balkon e gjithmonë më binte nga perëndimi, më binte një rrezë dielli. Pse mos e mbyllun atë? Si ta bësh? Edhe u kujtova tash për gjithë këto shishe që pihen në shtëpinë time, pse mos i bëj edhe i ruajta. Im shoq më para gjykonte, më thashte po se bën dote që ke këto, e të rrëvërre, e bëjmë me vetratë, e bëjmë kështu, jo, dua ta bëj me shishe. Edhe i kam vendosur kështu me ngjyra. Ka dalë besoj një fasadë shumë e bukur. Shumë e bukur. Besoj nga brenda ke vendosur bazën e shishes. Po, nga brenda dhe janë uniform. Janë uniform. Ato, sa e bukur. ka dalë bukur. Edhe nga mbrapa. Shikon çfarë bëni ju burrat kur përpiqeni të demoralizoni dikë që se bën dot? Po. Po mua po më the nuk e bën dot, atëherë më rritet akoma më. Mi shtoj minatin. Ndërsa nga jashtë është Nga jashtë është kjo e shishes, gryka e shishes, por i kam bërë një dritë nga balkoni tjetër që i bi kështu, edhe duket bukur shumë natë. Si e thyen ajo diellin e verës zakonisht? Është një mrekulli. Dielli mbasditja kur perëndon është fantastike, ngjyra, shishet, edhe është bukur edhe këtu ndeznjë abazhur nga që të duket bukur edhe për ata që kalojnë natës. Sepse mos harrojmë që ky është një tjetër qëllim që duhet respektuar. Jo, po duket bukur edhe. Mrekulli. Që nuk ri dot pa bëj gjë, kam fjalën. Dhe sa mirë. Edhe pse mua më duket sikur ku e gjen kohën. Edhe Edhe unë çuditë. Edhe ti japën këtë pyetje vetes ku e gjej. Po këtë e bëra sapo morëm pushimet e dimrit, domethënë 2 ditë para Krishtlindjes, për 2 ditë e bëra. Për 2 ditë. Si ka mundësi që njeriu ka ca njerëz që kanë nevojë të jenë të zënë gjatë gjithë kohës? Pse vjen kjo nevoja për të qenë i zënë gjatë gjithë kohës? Duket që më ke pyetur mua, po do të them drejt. Mbase temporitmi i punës jetës tënde, edhe nuk e perceptoj dot atë pushimin kështu absolut, të llojit që do rri kot. Okej, ka momente ashtu, ka momente që dua të rri kot, i them vetes, sot s'do bëj asgjë, vetëm do rri shtrir. Po pastaj nga mbasditja filloi Së mban ajo. Pjegon? Po unë kam gjë të keqe që unë kur jam bosh, filloj dhe mendoj. Jam kështu overthinker. E kemi të përbashkët këtë. Edhe zhytem dhe vetmja mënyrë që unë të dal nga kjo është që unë të merrem vazhdimisht me gjëra. E kam edhe mënyrë shpëtimit, pra të lodhem duke bërë gjëra, që të mos mendoj. Edhe besoj ashtu jeton. Edhe në fakt mendoj që jeton, se tani trish kot. Duket sikur vegjeton, nuk ndodh asgjë me ty. Ka njerëz që shijojnë.
të ndëjtur këtë dolce far niente kështu. Mu kujtua është një sfidë që bëhet në Spanjë në mos gaboj. Ku shërim shumë kot. Po, vendosen ato shtretërit dhe është dembeli më i madh quhet sfida. Këtu dhe kush fiton të qunim. Do ta fiton të. I keni këto përplasjet e brezave rusit? Nuk e di domethënë çfarë perceptimi për jetën, po të rish, shtrir, gjithë ditën në dhomë i mbyllur, nuk e kuptoj domethënë, nuk e kuptoj. Lum si ata njerëz që e kanë këtë, që se janë në rehat. Ja, ashtu. Janë në rehat. Po kur më thot mos e vrit menjen, thot. Ne edhe kur flem shohim ëndra. Me punë, vazhdojmë punën që lam gjatë ditës e vazhdojmë në ëndër. Ashtu. Nëse do gjeje një fjalë për të përshkruar veten në këtë fazë të jetës, cila do ishte ajo fjalë vetme? Për ta përshkruar veten me një fjalë, dashuri. E di pse them dashuri, se përgjithsisht perceptohet sikur është vetëm dashuria është një univers i madh, nuk është vetëm për një person apo për gjithçka. Domethënë kjo është ajo gjëja që unë bie në dashuri duke punuar, pra me punën jam 100% aty. Edhe nëse bie në dashuri duhet jesh 100%. Patjetër. Në çdo gjë, pra edhe te muri me shishe. Po, sidomos te muri me shishe. Jo, sidomos në teatr. Sidomos në teatr, i më shoh që bëhet pak xheloz, se më thotë ka filluar ta shpreh tani. Duhet zgjidhni punën që ta doni ashtu siç e do Rozi. Nuk i bin ndërmend për asgjë. Ju jeni në profesione krejt të kundërta. Krejt të ndryshme, ai është inxhinier. Edhe i kemi pas shkollat komshie. Si ka qenë për ty kjo? Politekniku me akademinar. Si ka qenë për ty pasja e një bashkëshorti që nuk vjen nga e njëjta fushë? Se e kuptoj, dy njerëz të cilët janë të dy aktor ose njëri regjisor tjetri aktor, e kuptojnë fare mirë edhe sakrificat e profesionit, po kur janë dy profesione të kundërta duket pak më e vështirë. Kurse unë mendoj që në kryet herës, që kur kam dashur të zgjedh partnerin tim, kam menduar kështu. Pra, nuk do doja kur ta kisha në profesion. Sepse profesioni tjetër bëhet më atraktive marrëdhënia. Se është kaq që ngjashme do rinin vetëm duke shoh të tjerët. Po, të njëjtë persona. Po. S'do ishte fare e bukur për mua, ndërkohë që besoj ka një çik mister më, por ç'a bën ti atje po, te puna puna jote? Po, ç'a bën, si është, edhe unë për atë, edhe ai për mua. Besoj vjen i shet të gjitha shfaqet. Po, absolutisht. Ai është rregulli numër 1. Është jo përveç se i shikon, po është edhe një vlerësues kritik, po. E me shënim. Kjo kështu, kjo ashtu, kjo kështu. Por edhe unë e besoj shumë, sepse është një sy i lirë, jashtë paragjykimeve, jashtë çdo gjëje. Sigurisht ai ka atë dashurinë që unë të dal më mirë, normale është kjo. Por i them pa klapa fare, po flasim unë edhe ti, duar çfarë kuptove, çfarë ndjeve, çfarë. Po është sy inxhinierik, ama sy i stërvitur, që i dallon gjërat. Po, sy racional. Sepse neve 1 dhe 1 nuk na bëjnë 2 asnjëherë, ne na bëjnë 102. Kurse ai 1 e 1 bëjnë 2 dhe pikë mbaron në shkenca, nuk lëviz dot. Kështu që e besoj shumë në gjykimin e tij. Dhe besoj që çdo marrëdhënie, ndoshta Egoni mund ma konfirmoj këtë, po ashtu edhe Rozi, se unë vetë nuk e di akoma. Ti merr eksperiencat tona dhe zgjidh mbi besim apo ja, është cilësia më e lartë që ti duhet të kërkosh. Po nuk patë besim, pastaj nuk ka më marrëdhënie. Se ekziston, po. Bëhet e lodhshme jeta, besoj. Për çfarë ke dashuri më shumë në këto momente, me që më the fjalën dashuri? Për çfarë kam dashuri në këto momente, kam për jetën. Jeta është gjëja që ti duhet biesh në dashuri, duhet ta duash jetën. Por kur ti vjen nga një ca humbje, atëherë kupton. Ne rebelohemi me jetën, shpesh e themi se dua këtë jetë, nga problematikat, nga ngarkesat e tjera dhe por pastaj kur vjen një humbje shumë afër, ti e kupton që jeta është më e vlefshmja. Edhe unë e dua jetën dhe dua ta shijoj deri në momentin e fundit, dhe dua ta mendoj fare kur është ai fund, mund të jetë edhe tani dhe nesër, s'më intereson fare. Dua ta shijoj këtë jetë. Dhe besoj ky është një mesazh që vlen për të gjithë, sepse ndodh ndonjëherë në naivitet ne edhe themi sa mirë iku dhe një ditë tjetër. Ose kur njerëzit trishtohen se po rriten në moshë, kur kanë ditëlindjen dhe janë të trishtuar, mua më shokon kjo gjë.
Po pse ti je rritur, do thotë ke shijuar e ke jetuar edhe një vit. Pse po dëshpërohesh po jo u plaka. Po pse themi u bëfsh 100 vjeç? 100 vjeç nuk mund të bëhesh i ri. Do thot apo një urim tjetër kur I thon bebave u rric dhe u bëfsh plak me mjekër, që do të thotë të jetosh. Dhe unë nuk e kuptoj pse të rinjt apo edhe një mosha ime për shembull, kur fillojnë kalojnë prefiksin tjetër, thonë o baba, edhe dëshpërohen, s'duan ta festojnë, jo, unë dua, mua m'pëlqen, se them kam jetuar një rrugë më tepër, një rrugë tregon një rrugë tjetër që un kam shkelur, kështu që është pasuria më e madhe në fakt, përvoja dhe jeta. Po. Jeta që ke brenda vetes me vitet. Po. Ke përvojë, ke gjithçka, ke shijuar, je hidhruar, po janë pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Pjesë e jetës. Pa ato pastaj do ishim kot. Kështu. Nuk do kishim të tregonim. Po, s'do kishe edhe do ishe pa emocione të forta. Mua m'pëlqejnë emocionet e forta në fakt. Edhe kështu që nuk më kalon pa gjë. Si përjeton, si pret shpesh emocionet e forta. Pra ke tolerancë apo thjesht e lë veten të reagosh në bazë të emocioneve? Po, nuk I paramendoj, domethënë përpiqem që ta marr ashtu siç vjen. Nuk dua sepse I bit ta vuash 2 herë. Kështu që më pëlqen ta vuaj vetëm në momentin që vjen. Nuk e paragjykoj fare, nuk them se si kush e di, jo fare, le të vi. Tashmë jam nga përvoja, I pres me krahapur edhe nuk më... Çfarë këndvështrimi I bukur për jetën ky I Rozit? Shumë I bukur. Këndvështrim vitalist shumë interesant. Po unë do doja të ndaleshim pak tek dashuria për aktrimin, se edhe këtu dashuria duket që është e madhe. Dhe kjo vërehet shumë. Ajo është dashuria e parë në profesion, është dashuria për aktrimin, që kur kam qenë gjimnaziste, kur më erdhi një natë, di ato bashkëbisedimet, se ne gocat I kemi se çunat se di si I kanë bashkëbisedimet me hënën, me poezinë kam qenë shumë e lidhur në adoleshencën time dhe ashtu lindi, dua të provoj jetë. Dua të provoj më shumë se sa një jetë, më shumë se sa jetën time, sepse jeta jonë bëhet monotone, futet në një rutinë që ti shpeshherë nuk del dot. Edhe më pëlqen të jetoja jetë të tjerëve. Edhe ti besoja si timen. Besoj kjo e pasuron një njeri, qoftë nga ana mentale, shpirtërore, emocionale, por edhe rritesh. Si u prit nga familjarët e tu në momentin e parë që ti I the dua të bëhem aktore, e kam vendosur? Shumë keq u prit. Se po flasim për një kohë gjatë vështirë. Janë këto zanatet arti, sporti që s'të japin bukë. Ç'a do të bësh tjetër? Ku do vesh ti? Jo vetëm për bukën, po edhe sepse po flasim për një kohë me shumë tabu. Po, edhe për shkak sociale në fakt. Po, ishte shumë e vështirë sepse un jam në fillimet e demokracisë, viteve të demokracisë dhe gjithkush rente pas juridik, ekonomik, ka qenë sidomos juridiku, ka qenë një tmerr. Gjithë donin, e vazhdon të jetë, po. Dhe të gjithë donin ashtu, u hap anglistika, domethënë ishte një dyndje e madhe pas këtyre lëndëve sociale. Kurse kur unë shpreha këtë dëshirë pasionante të thellë brenda meje, sigurisht prindrit I kanë pas shumë tolerant, por vllai I madh të reagoi më një herë. Aktore, ç'është kjo nga të erdhi? Kurse babi filloi të më përdorte cilësitë për të më vënë në dukje. Po pse ti je shumë e mirë këtu, pse do bësh? Zysha dhe kishte manipuluar edhe një zysh në shkollë. I thoshte po ti je shumë e mirë në vizatim teknik, si do shkosh ti aktore, do bësh si gjyro çfarë të duhet, nuk të kurse do bësh një arkitekte e mirë, edhe në fakt jam penduar. Me thënë drejtën, ajo ka pas drejtë. Që si e bërë arkitekte? Arkitekte, vëlla, merr parë. Jo, aty, jo lagu, jo se lagu, jo torr, jo vër. Namin do kishe bërë. Për zotin. Namin do kishe bërë. E po, nuk do ta bënte me të njëjtin pasion. Ja, me të njëjtin pasion. E sigurt që jo. Me të njëjtin pasion? Po, do ta bëja. Kur I futem një gjë, thash jam shigjetar, jam marr shigjetën e të Rage Ford, derisa ta gjuaj mua në qendër. Ja. Okej, jo, se dakor që gjetën e ke, po të mungon harku I dur ndoshta. Nuk e besoj, po ta kisha zgjedhur. Po ta kisha zgjedhur. Po ta kisha zgjedhur. Me detyrim nuk besoj. Megjithëse natyra ime është që po e mora një punë përsipër, edhe nëse nuk është në dashuritë e mia, unë do ta bëj maksimalisht shumë mirë, se e kam në natyrën time. Por
Kisha thirrjen e brendshme për të bërë aktore. Po jo, kjo që sapo thej është një pendim, pra pendohesh që se ke bërë apo thua mund ta kisha bërë dhe këtë do isha mirë. Po gjithsesi pendim, e di kur lodhesh edhe shikon këto brylat e shikon këto shkopinjt në rrota e mendon ngaherë tisha bë arkitekti kisha shpëtuar këtyre. Por dhe ti vetë di që nuk do t'i kishe shpëtuar sepse kudo ekzistojnë brylat. Është një gjë. Kudo, po neve i kemi ndryshe, ne kemi më speciale. I keni bryla poetik. Poetik. I dua. Bryla poetik. Ja, s'dalin asnjëherë përballë. Është me të futme. Ja, si është del këtu përballë të buzëqesh të të kam shoqet, kam mes aktorësh. Pastaj mes kolegësh. Se aktor, regjisor, pedagog, se unë jam edhe pedagoge, kështu që e kam fushën shumë të gjerë. Është terren shumë i vështirë. Unë besoj, i them edhe studentëve, ju kur të mbaroni shkollën keni për të parë çfarë është xhungla. Tani këtu jeni të mbrojtur, gjithçka shkon okay, etj, pastaj bëhet e egër në çdo profesion, absolutisht. Se egër për shkaqe konkurrence po sigurisht, gjithmonë është ne pastaj si natyrë ne shqiptarët e kemi smirën, nuk na pikon kur dikush ec apo kur dikush ndrin. Se ja kuptojmë ku e ka aurën. Dhe i shndrin aura dhe ti fillon i pikon dikujt. Edhe kur e ke shok apo shoqet ngushtë, që je afër, i pikon, nuk e thot për në një moment X i del. Jeti nga këto njerëzit që thua stop, kjo marrëdhënie merr fund këtu në momentin që dëgjon që diçka është thënë për ty apo këto brylat kanë filluar bëhen aktive apo thjesht vazhdon edhe gjëja që më ka shpëtuar mua në shumë vite, në fakt, tani jam dobësuar çik se edhe më janë dobësuar shpatullat, s'po mban më si duket. Tani jam bërë më e drejtë për drejtë, tani jam më e rrezikshme në fakt. Dikur duke qenë se bëja se imagjinoj dot Rozin e rrezikshme, nuk e di. Jo, e rrezikshme se jam e drejtë për drejtë, ta them tak s'më përshlen fare, domethënë e them. Kurse dikur, duke qenë se praktikoja shumë edhe yoga, kështu kisha ndërtuar një mur gome dhe nuk më futej asgjë. Asgjë. Ishte shumë e domosdoshme kjo gjë në rinin time, në fillim të karrierës, sepse ti po fillove të dëgjoje po ka thënë filani, ti mbarsesh me një gjë që është jashtë profesionit, dhe këtë përpiqem t'ju a them studentëve çdo ditë. Mos u merrni fare me çfarë ndodh, pra është si puna e këtij rrethit verdh që keni futur aty brenda. Krijo rrethin tënd, krijo murin e gomës që gjithçka që të vit të kthehet mbrapsht, edhe aty pra ti kthehet mbrapsht, që do të thotë unë nuk kam vëmendje dhe nuk kam fokus fare tek ty, fol çfarë të duash. Kjo të ndihmon të gjesh vetveten ti në këtë profesion. Dua çfarë dua, se është profesion i vështirë. Ai punon me koshiencën dhe subkoshiencën tënde. Ti duhet futesh në disa fije shumë të holla psikologjike, shpirtërore, emocionale të këtij profesioni dhe që pastaj dalin edhe fizikisht reagojnë nëpërmjet 3 elementeve të perceptimit të gjës, të receptimit dhe të reagimit që del jashtë. Pra janë këto 3 element, nëse ti nuk arrin dot ti përftosh brenda vetes, pra ti je i qartë se si kalohet në këto 3 etapa. Një sekond, se dua ta kuptoj këtë gjë. Kur fole për këto 3 elemente, e ke fjalën në integrimin dhe përpunimin e rolit, apo e ke fjalën në raport me kolegët? Jo, të rolit. Pra mos lejo që këto gjërat e jashtme të ndikojnë të... Pra, ty të duhet fokus për të kuptuar këto 3 element. Mirëfilli çfarë janë brenda qenies tënde. Okej. Pra, nëse ti je i qartë se si kalohet nga perceptimi, pra jo thjesht fjala perceptime dhe ti nuk kuptohet aq lehtë. Nuk është më të thënë, po. Nuk është më të thënë, është duke e kërkuar brenda qenies tënde si është perceptimi, çfarë ndodh kur ti e merr nga jashtë këtë fenomen, e fut brenda qenies tënde, e elaboron, e fillon edhe unë shpeshherë e them ne jemi kafshë ripërtypse. Ne duhet ta nxjerrim dhe ta ripërtypim për të nxjerr të gjitha elementet e tjera që na duhet pastaj tek reagimi. Dhe reagimi është ai procesi që del jashtë. Edhe ti thua, wow, sa bukur e bëri ky. Jo thjesht reagim fizik kështu, po që del nga qenia jote, fjala apo kjo energji, se ne shprehim energji. Pra unë përpiqem me shty energjinë time drejt teje, prandaj ti ke fokus tek unë, tani që po më dëgjon. Edhe të rëmbej vëmendjen edhe fillon ky proces i dyanshëm. E vërtet. Të bëj disa. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty në sken? Që nuk e qenë
plotësisht e fokusuar, nuk I ke pasur këto elementet. Unë këto si ja lejoj vetës, të them drejtën se e dënoj shumë veten para se të shkoj aty. Nuk I lejoj vetës sigurisht kam pas momente të vështira, për shembull mbaj mend kur kam ngarkesë psikologjike të llojit, mbaj mend një herë në prova edhe një herë në shfaqje, më ka ndodhur një proces I tillë, unë kisha mamin në një moment gati për t'u larguar nga kjo jetë edhe si duket qenia ime ishte në disa procese të çuditshme. Të paprovuara ndonjëherë edhe ajo mos pranimi që ti nuk do ta pranosh që prindi yt po e shikon që po ikën edhe ti s'bën dot asgjë. Duhet ta pranosh këtë fakt dhe në një moment siç isha duke dialoguar me partneren aty në skenë, pata një më rat fikët, po edhe më kapi. Nuk e di si mu fik, është fiks të tulet automati. Të rat të fikët apo harrove? Jo, më rat fikët. E kuptoj. Ajo më kapi parën në tokë edhe kështu, edhe më bëri shumë përshtypje si ka mundësi që ishte kështu e tillë. Tamam si ulje automati, s'më kishte ndodhur kur kjo. Edhe erdhan Terezi shpejt, sigurisht, por po them çfarë ndodh. Dhe si është regulatori I brendshëm I njeriut, se si e ul automatin në çast ngarkesa të mëdha, pam. Edhe e kam vëzhguar veten në kështu procesesh për të kuptuar çfarë ndodh. Pastaj momenti I dytë ka qenë po me këtë ngarkesë. Në shfaqje më ndodhi me iku teksti. Blackout. Po. Ai është momenti më I keq besoj për një aktor. Më I vështirë se e para ti ke njëherë thu si ka mundësi ç'a ndodhi. Ku iku se supozohet që unë ta di këtë. Kaq muaj prova. Absolutisht e dija, po më ndodhi një fraksion sekonde, sigurisht që ti s'di ç'a thuash. Por ne kemi mjete për të dalë nga këto situata, nuk është. Suflerët. Jo, suflerët kanë ikur. Është më shumë e vjetër kjo. Shumë e vjetër ajo. Cilat janë disa nga metodat për Është improvizimi, sepse publiku nuk e di se çfarë ka në ato moment, kështu që improvizon me fjalët e tua dhe për të mos u kuptuar ajo gjë dhe nuk kuptohet. Çfarë më duhet që e mban mend kur na tha Neritani për Roland Trebickën që është mjeshtër për këto situata, nuk ishte bile s'është më mirë kur improvizon se zakonisht. Me Roland Trebickën me që ma kujtove, unë kam luajtur 2 shfaqje dhe njëra ndërto ka qenë një mrekulli, një burr me trëndafil, e kemi dhënë tek salla e Akademisë Arteve në 2002. Ka qenë eksperienca më e bukur dhe më funny që kam përjetuar me Roland Trebickën, një aktor I jashtëzakonshëm, I mrekullueshëm. Është fat të luash me të. Edhe unë e kam pasur këtë fat, o Zot, faleminderit. Përveç se njeri shumë I mirë, se unë besoj që nëse për çdo profesionist duhet jetë njeri I mirë dhe pastaj që profesionist I mirë. Ka shumë mendime, por unë besoj shumë te kjo. Me cilin nga kolegët nuk do lodhesh asnjëherë të bashkëpunoje? Apo pyetje e vështirë? Është pyetje e vështirë dhe mos t'intimidohet askush që pa e le më mirë pa emra, po flas për Rolandin me që është eksperiencë shumë e bukur. Unë kisha rolin gruaja e tij, por me që kishim edhe diferencë madhe moshe kështu. Ishte që kjo donte ishte atraktuar me kë. Vet burri I bën një preng. I sjell një buqet me lule për të para, do më tradhtoj gruaja dhe buqetës me trëndafilat kuq I çon një pusull misteri. Edhe ai thotë, nuk ka mundësi që gruaja ime të shkoj pas misterit. Edhe pra ishte një provokim. Kur ajo me të vërtet shkoj pas misterit. Kështu që mos provokoni. Mos sillni buqeta pa emër edhe se si dihet. Nga disa net që po I jepnim radhazi, një ndër netët ishte një grua, që kishte se ka pas shumë sukses ajo komedi. Edhe ishte një grua që sa filloi shfaqje, ajo qeshte. Qetësisa, ajo se sa kishte filluar publiku s'dinte për çfarë bëi fjalë. Ajo qeshte. Ai shikonte, siç ishim dialog shikon. Edhe vazhdon të dialogun me mua. Edhe thash faleminderit o Zot që nuk isha në skenë se nuk do ta mbaja dot qeshurën. Edhe sa dalum.
nga skena dhe vjen ky avokati, shoku i tij, dhe i thot, "Ha, si është Marina për mua?" E pyet dhe ky i thot, gjeti rastin. "Qesh si budallançka." Se flasim atë, flasim në minës se si. Qesh si budallançka. Ua, shpërtheu. Me lot kam qeshur nga mbrapa, se ishte momenti, kaq i bukur e tha, pra ishte improvizues i jashtëzakonshëm. Kam disa raste me Landin kur i ndodh një kolegu ton, kishte futur telefonin te xhepat, këto kargot, këto pantallonat, kishte lënë me dritje, po i bënte dritë. Ishte në shfaqje. Dhe i thot me shfaqje, mere telefonin. I madh. Ai arrinte që e përfshinte partnerin. Po e përfshinte në çdo gjë. Pra ishte vigjilent në skenë. Dhe kjo më pëlqen shumë. Pra është aty me sy, me vesh, me gjithçka. Është aty. Jo teksti përmendsh edhe është blur, po. Ka raste të tilla kur vetëm mësohet teksti përmendës. Po shiko, kam përshtypjen që kur je i ri, ndoshta edhe je pak më i fokusuar tek ta mësosh mirë tekstin edhe ti je korrekt. Teksti është i ezauruar prej shumë kohësh dhe ne bëjmë 2 muaj prova. Kështu që 2 muaj nuk është. Pastaj teksti vjen si procesi i logjikës. Nuk mësohet përmendësh tekstin, ne nuk mësojmë tekst përmendësh. Pra ne studiojmë situatën, rrethanat e gjitha këto. Edhe pastaj vjen teksti vetë, s'ke nevojë. Është shumë i thjeshtë për tu. Shiko sa interesante kjo. Po për shembull në kohët e lashta të vjetra deri tani afër vonë rapsodët. Ose njerëzit që mësojnë poema shumë të gjata përmendesh. Me logjikë. Besojnë ndjekin të njëjtën strukturë. Pra ata përfshihen në kontekstin e gjës. Nuk është se mësojnë mekanikisht vargje Se i harron. Truri nuk i mban mend nëse nuk ka konfiguracione. Pra, nëse unë them mal, unë duhet ta kem konfiguracionin e malit, duhet ta kem jetuar malin, apo pemë, apo diell, apo ajër, apo aromë. Të gjitha këto janë të provuara, se ne nuk i marrim nga Marsi, ne jemi këtu. Domethënë, emrusi përbashkët është njeri, edhe procese njerëzore, fenomene njerëzore. Nëse ne i bëjmë artificiale, ose e themi fjalën pa këtë imazh, atëherë mekanikisht ose nuk ndodh. Nuk shkon përshtypja, nuk shkon tek publiku, nuk e përjeton. Pra nga mënyra se si ti e shikon atë, e shikon edhe ai. Pra ai do shikoj malin e tij, sigurisht, jo malin tim, por ama e nxit imagjinatën. Edhe një ndër kriteret edhe cilësitë aktoreske është imagjinata. Patjetër. Po s'patëm imagjinatë, s'kemi asgjë. Patjetër. Pra këtu është asgjë dhe këtu mund të krijojmë gjithçka. Patjetër. Cili është një skenar, një shfaqje që ti do doje ta merrje në dorë dhe ta sjellje për publikun shqiptar? Ka shumë. Jam intriguar së fundmi, se dia duhet ta them, sepse jemi në proces me teatrin Metropol, jam intriguar shumë nga një vepër japoneze e jashtëzakonshme dhe dua ta krijoj atë atmosferë. Po është e vështirë. Do zbuloj pak se nuk ri dot. Kam përshtypjen që është e vështirë. Sepse duhet sjellësh një kulturë totalisht ndryshe. Që jam e bindur të gjithë e njohin në Shqipëri sepse i ke të gjithë që shohin anim. E njohin të gjithë vizualisht, por gjithçka ndryshe patjetër. Pa kuptuar se ajo ka po. Ashtu kam menduar edhe unë që mund të ishte që në propozim kur mu propozua ky libër, është Pa u ftohur kafeja. I Haruki Murakamit? Jo. E kam parasysh si libër. Ja. Çek, direkt se ti fol kam vështirë për t'i mbajtur mend to eme. Nuk e thaj se janë më të komplikuar. Por Pa u ftohur çaj apo kafe? Kafeja. Unë nuk do ta tregoj se po e tregova postan. Jo, nuk do ta tregojmë, por po them për ky është vërtet lajm. Është Toshikazu Kawaguchi. Bravo. Toshikazu Kawaguchi. Që ka fjalë. Po na i gjej pak si është në japonisht ajo. Pa u ftohur kafeja. Po është libër shumë i famshëm. Është libër shumë i famshëm. Por e dua në japonisht. Dhe nuk ka të bëj fare me, domethënë unë e gjej veten shumë mirë aty, s'ka lidhje me kulturën, sikur është diçka jashtë nesh. Jo, është njerëzore, dhe thash, emrusi përbashkët është njeri.
kostumet dhe shumë gjërat vogla kulturale ndryshojnë, por që ato janë fare të asimilueshme. Ta kërkonte se dua ta lexoj Egonia të titullin. Ja, vazhdo sa ta gjej. Vazhdoni bisedoni sa ta gjej. 2 minuta. Është diçka e cila po merr formë. Po, jam intriguar jashtëzakonisht shumë me zor po pres. Okej, interesant. Flema ato ëndra, fleme, po, flet duke jam në proces. Po se kuptoj si të del koha për të bërë edhe atë me shishe, ndërkohë nga njëra shfaqet tek ti. Atë e kam kryer që për Krishtlindje. Edhe tani sa herë shikoj shishe them, baba e kam mbaruar murin. Do ta heqim edhe një herë që ta bëjmë prapë se nuk kemi të ç'bëjmë kur gjejmë kohë që është pak më e lirë në raport me të tjera. Si e kalon kohën përtej skenës, përtej teatrit, përtej. Ja, do ta them. Bëj punën e shtëpisë. Okej. Po më thuaj. A jeni kurioz ta dini si titullohet në japonisht? Është shumë e thjeshtë, se më duk shumë e komplikuar, por është e thjeshtë. Pra pa u ftuar kafeja, në anglisht before the coffee gets cold, në japonisht kohi ga samenai uchini. Kohi ga samenai uchini. Samenai uchini. Hajta provoj herë. Kohi ga samenai uchini. Nuk është aq e vështirë. E tham. Kështu që ju lutem mos harroni, gjithçka duhet kryer para se të ftohet kafeja, po u fto kafeja ke marrë. Është libër fantastik, shumë. Pa u ftuar kafeja dhe këtu nuk po flasim për kafen. Po, sigurisht. Në kontekstin e kafesë. Ishim tek punët e shtëpisë. Çfarë bëj në kohën e lirë? Atë pa kohë të lirë, përvishem. Dua të jem elastika. Okej. Kur jam në sport, diçka s'kam kohë me sport, është bësh punë të shtëpisë, sport është, unë them pse duhet shkosh atje të ngresh gira kot, hekra. Vëri shoh ca, po pse më ngrije divanin. Pastroj xhikat në poshtë, futu shtriu pas. Po nuk duket njësoj se nga që ato quhen punë shtëpi. Jo, fizikisht jam shumë mirë. Domethënë s'kam nevojë të shkoj në palestër. Do mshajnë ato të palestra, mendon. Kush është fizikisht shumë mirë nuk ka nevojë të shkojnë palestër, se mjafton një vrap, ka alternativa. Vrap bëj në vërshtim me vrap atje bëj atë, po them duhet jem elastika që këtu jam duke bërë këtë, ta hedh kraun tjetër atje ta bëj. Po besoj je e kujdesshme me ushqimin atje dhe me regjimin, kam përshtypjen. Kur kam kohë jam. Apo është çështje metabolizmi. Është fati i madh i ca njerëzve që e kanë metabolizmin. Është edhe metabolizm, po sigurisht nuk ushqem keq. Jam e kujdesshme, por pak nga të gjitha. Nuk jam nga ato manjaket. Jo. Ka raste që ha shumë keq. Madje e kam edhe shpreh, e kam me shpreh, hajde shkojmë sot ham pislloq. Po, edhe unë e kam. Kënaqemi me pislloq. Me pislloqe, po. Ja toleron vetes ndonjëherë. Ja toleroj ndonjëherë, se tani që një njerëzor kemi nevojë për ca dëshira të voçkla, me që s'bëjmë ato të ndajat. Po nëse flasim për rozin si regjizore, aty teksa shfaqja është gati për të filluar. Do hapet perdja, si je ti në ato momente? Wow, fortun jam, me thënë drejtën. Para se të filloj shfaqja, shkoj sigurisht 2 orë, 3 orë përpara, kontrolloj çdo objekt para aktorëve, manjake. Ka ndodhur ndonjëherë Ros që përtej kontrollit që ti bën, mbas edhe për shkak të ngarkesës, një objekt ka munguar në skenë? Jo, s'ma ka ndodhur deri tani, do zoti s'më ndodh se bëhem bish. Po në ndonjë shfaqje ku ke qenë aktore? Jo, okay. Jo se jam me fiksim, po se kontrolloj 100 herë, aty nuk ka shanse, duhet jetë aty. S'më ka ndodhur deri tani, se si dihet, jeta shumë e gjatë edhe mos ndodh. Mos ndodh. Urojmë, manifestojmë mos ndodhje. Pra fillimisht kontrollojmë nëse gjithçka është në rregull. Gjithçka në rregull, pastaj aktorët sigurisht që ata e dinë vetë, po unë prapë them, jam si ato mamat që ta përsërisin. Që kontrolloj objekt, kontrollojnë objektet, gjithçka, i shikoj gjithë aktorët si janë, i motivoj paksa kur janë, kështu pak si të çai thua zakonisht që je shumë mirë, yll botë e kështu të. Po më dukesh më shumë si mama se sa si regjizore. Ashtu është. Po kam përshtypjen për aktorët e rinj që janë edhe marr për të gjithë të vjetër kanë më shumë nevojë, kanë nevojë për gdhelën, nuk duat për gdhelën. Ja, vërtet. Kurse ai riu ka është në fillimin e profesionit pranon gjithçka. Po këtë drejt, po aktori është i brisht. Sa qenie e brisht është. Po ta shikosh ti, ta shikoj regjizori çik si kështu, si gjasmës më pëlqen. Ai thyhet brenda. Dhe këtë përpiqje mos ja jap, edhe mund t'ja jap, po se duhen pyetur aktorët si është Rozi. Kush e di sa më shajnë. Sa e keq, unë na nxiu jetën, se prova të drejtën bëj shumë.
Se di, nuk e di, se shoh dot ashtu, ku di unë. Mbase një bisedë në studio është ndryshe nga sjellja në skenë. Nuk e di. Po, tash rrethanat janë rrethanat. Unë përshtatem nga rrethanat. Ti duhet Pastaj qëllimi është një dhe i vetëm dal sa më mirë. Sa më mirë shfaqja, sa më mirë shfaqja. Jam gjatë gjithkohës marr frymë ta për çdo gjë. Jam tek teksti aty tek ajo. Unë më shumë vuaj kur jam regjizore se aktore se Çajkovën e shijoj atje, se kam vetëm aktore ke vetëm rolin tënd, ndërsa regjizore ke rolet e të gjithëve, duhet i bësh bashkë. Të gjithëve, po këtyre të muzikën, jepet tani. Ç'është aty. Po publiku se e kam bërë dhe herë të tjera këtë pyetje, po doja bëj edhe Rozit. Se kur e shoh sa me pasion më flet, nuk mund mos e bëj. Ndodh ndonjëherë kur shkon në teatr, sa është ajo pjesa kuliminante e shfaqjes, dëgohet një zile telefoni. Dhe kështu, zile të ndryshme, një kollit me kështu që del nga shpirti, të shtima. Hajde mos se këto skeçi bën se janë procese organike biologjike, po. Ajo zila telefonit për shumë mund të shmanget. Ajo është e tmeshme. Je bërë në një gati të kapësh në një publiku. Jam bërë. Ose fillojnë flasin. Duhet t'i shkoj zëri edhe rri duke po. T'i shkoj kështu, vetëm aty. Përpiqem ta çoj aty. S'ke vaj, nuk e. Ja, të tmeshme janë. Kush e di si dukem në kamerë. Nuk e di për ty, po kënaqem shumë. Jo, unë s'po kënaqem fare Xhovudi. Ore, nuk është ky qëllimi i jetës në fund të ditës, të kënaqemi, të qeshim, të qajmë. Kjo të ndodh, ky lloj çlirimi të ndodh pasi kalon moshën 50 vjeç. Faleminderit. Vazhdoj të qeshmu. Kjo është vetëm te gratë apo edhe te burrat pasi kalon 50? Unë gruaja. Përgjithsisht u lumtoj vetëm gratë. Se ka pas për shembull të ftuar që këtë e kanë interpretuar si të pasurit e një jete të dytë, që i lëm brava të gjitha dhe jeton pa mos kokçarje, pa kështu. E jeton Opa, u bën prap serioz. Gaz deri në fund. Duhet ta shijosh jetën, absolutisht duhet ta shijosh sepse humbja e saj është, nuk e di çfarë është, edhe sigurisht unë kam qenë shumë afër, kam humbur motrën para pak kohësh edhe kam qenë shumë afër këtyre proceseve. Por dua sepse ajo e donte shumë jetën edhe dua ta vazhdoj atë. Unë jam pak si natyrë pesimiste kështu në thelbin tim. Por kur kam parë atë se si e donte jetën edhe sa fort luftoi për jetën, shumë fort, 4 vite, një luftë e jashtëzakonshme ku i gjente forcën për ta jetuar, them edhe unë që s'kam asgjë nuk e jetoj, edhe dëshpërohem, pse? Kur kaq e shkurtër është. Është një segment, është një stacion, kemi marrë trenin edhe dikush do zbresi këtu, një tjetër do zbresi atje. Të gjithë e kanë një destinacion final. Ai është i njëjtë për të gjithë. Por besoj që vdekja është jetë, është proces jetësor. Është pjesë e jetës. Dhe nuk i shmangemi dot, po për sa kohë jemi këtu. Është kontrata e parë, ne nënshkruajmë që kur jemi të pavetëdijshëm në koshiencë, por në subkoshiencë po. Besoj. Të pa artikuluar, se artikulon dot, ti rritesh dhe hap pas hapi ti artikulon dhimbjen, artikulon gjithçka me radhë. E di që për ty është e vështirë, se ka humbur një nga njerëzit më të dashur për ty. Po si e merr veten njeriu sërish, si rifillon, i rikthehet për ditëshmërisë, ndoshta edhe me më shumë forcë pas humbjes së një personi të dashur. E rigjen, prandaj thash dashuria. Dashuria jo vetëm në një kontekst siç ne e përdorim zakonisht në zhargon, po dashuria për jetën, për gjithçka. Duhet të vlerësosh gjithçka në jetë që ti marrësh më të mirën edhe pastaj të them që jetova kaq. Kaq ishte. Të kesh diçka për të treguar. Është shumë e vështirë, domethënë gjëja më e vështirë, Zot mos na sprovo për mëtutje. Njerëzit kanë kaluar edhe akoma më të vështira se unë etj, por që forca gjendet tek jeta, tek procesi të cilin ata njerëz që u larguan e lanë frymën e tyre këtu tek ne. Pra fryma e motrës time, e prindërve të mi është bërë ajër dhe është në mua. Dhe unë jetoj me frymën e tyre, kështu që unë duhet jetoj edhe për ta. Ke një mision të dyfishtesh, ma? Po.
Është e vështirë të flasësh për tema të tilla, kështu që e vlerësoj shumë që ju përgjigje pyetjes time. Dhe le të shkojmë pak tek fillimet. Fillimet e karrierës. Prap në fillim? Po, prap në fillim do kthehemi. Jo tek kur zgjodhe aktrimin, po kur bëre atë rolin e famshëm që besoj të kanë ndjekur gjithë jetën. Vazhdon ja edhe ti po më për ndjek. Unë ti dhe Kassandra. Shumë e re në moshën atë kohë, në një botë që jetonte mes paragjykimesh. Dhe në fakt atë skenën e famshme nuk e ke bërë ti apo jo? Jo. Po njerëzit nuk e morën vesh kur këtë dhe nuk e besuan. Kush do, e merr vesh, kush do, se merr vesh është çështja e tyre. Ai film në fakt është fillimi i karrierës time dhe sigurisht dikur nuk kam qenë krenare sepse më kanë lodhur këto problemet paragjykuese të shoqërore më tepër. Por vërtet jam krenare sepse është bërë një punë e jashtëzakonshme në kushte ekstrem të vështira, gjë që sot nuk imagjinohen. Ne kemi xhiruar nga mëngjesi deri në darkë rrugëve të Tiranës në temperaturë 40 gradë Celsius me një shishe ujë aty dhe nuk e di, kohë ekstrem të vështira, por dashuria, ja prap dolëm dhe dashuria për të bërë një punë dhe për ta dashur këtë profesion ka qenë shumë e madhe. Edhe prandaj bëhen vetëm nga kjo. Sa e gjen realitetin e ditëve të sotme në realitetin e asaj kohe ku besoj patjetër u frymëzua edhe ai film. Për tematikën bëhet fjalë. Për tematikën, po. Tematika tashmë ka shtrirje më të madhe fatkeqësisht. Dhe prandaj ai film i reziston kohës. Unë dëgjoj edhe të rinj që më thonë e kam parë edhe më ka pëlqyer edhe befasohem për shkak të viteve, them si duhet i pëlqej, pse duhet jetë kështu akoma. Në vitet tona ka qenë më e vështirë për hir të asaj gjëje që hynte dhe ishte totalisht e pakontrolluar se si ishte shpërndar keq, po dëgjon, jo se tani është më mirë, në asnjë kohë s'është mirë ajo. Por Kassandra, se kështu i thosh. Kassandra faktikisht e malli, po. Dhe fatkeqësisht sot është bërë krejt normale. Kur në fillimet tona ishte diçka tragjike ndodhi dhe ne donim të reagonim fort ndaj këtij fenomeni shoqëror që po ndodhte se po i shkatronte të rinjt, tashmë është bërë gati e natyrshme, është kthyer në normalitet dhe është e frikshme. Pra nëse ti nuk e ke provuar, sot më duket se shifet sa turp, s'ke turp, se ke provuar akoma. Ja, kam qenë. Unë isha pjesëtare si s'ke kuriozitet. Unë të kem kuriozitet kur të shikoj ty duke u shtri për tokë, jo, zemër. Varet nga karakteri, mendoj që varet nga karakteri, nuk e them në mënyrë absolute, sepse le që s'ka asgjë absolute, po. Jam kurioz, pse quhet Kassandra ajo? Sepse jepte efekte halucinante. Po, që ajo parashikonte. Jeta bukur, fusha me lule, diku aty. Kassandra e shkrejt ka vuajtur vetë, sepse parashikonte, thoshte që do ndodh kjo, do ndodh ajo, por në mënyrë metaforike parashikon rrëzimin tënd, greminën tënde. E bukur kjo. Kështu që në mënyrë metaforike qëndron fuqishëm edhe është shumë interesante. Unë ti dhe Kassandra futet një gjë në mes që shkatron gjithçka. E vërtet. Po të shkatroj ty vetveten, të tjerët pastaj çon si ka. E vërtet. Të tjerët do e kenë një vetë tjetër. Unë doja të pyesja dhe të kuptoja cili është roli që ti vetë e vlerëson më shumë në gjithë diapazonin e roleve. Jo publiku, po ti vetë ndjen që me këtë jam përmbushur, e kam realizuar më mirë, apo të tjera? Përgjithsisht të gjitha rolet ty të pasurojnë, sepse të japin një gjë që ti nuk e ke provuar në jetë, apo edhe që në formulimin, apo që në zgjuarsinë se si e zgjidh ky personazh këtë situatë apo jo. Dhe ti pasurohesh hap pas hapi. Një kënaqësi të jashtëzakonshme kam marrë nga roli Nën Terezës. Një sfidë ekstreme, domethënë e pa imagjinueshme për mua, kur më shpropozua i rol e kam refuzuar 3 herë, thosh ç'lidhje kam. Është madhe. Ekstreme madhe.
Punën që kam bërë me atë rol ka qenë gati vetmohuese, 5 muaj kam punuar, një ndër punët më të gjata në kohë dhe që ka konsistuar konkretisht kur, pra çfarë duhet të gjeje nga figura e saj dhe ta të përvetësoj? Duhet të gjeje botë kuptimin e saj. Sepse ti duhet kuptosh një botë që nuk na përket neve, se ne jemi shumë pragmatist. Merr jep gjërat kurse ajo kishte një botë krejt tjetër, duhet ta kuptosh atë botë që fillosh të arrish të shkosh që ajo thoshte unë nuk dua mos më përkëdhelni kur shkoj në San Francisco. Nëse unë fle butë në shtëpi, unë e kam të vështirë ta kuptoj atë që flen në tokë. Kjo është shumë thelbësore. Është vetmohuese, ti duhet të adhurosh veten. Ku e gjeta unë të përbashkët? Unë e gjeta vetëm mënyra se si unë e perceptoj profesionin. Unë dhurohem profesion. Nuk kam asnjë lloj, e shkarkoj, e derdh veten time të tërë atje. Pra me vetmohim, aty e gjeta pikën e përbashkët. Pra ti duhet ta duash fort një gjë që të dorëzohesh ashtu. Të bëhesh mas e lëngshme dhe të kalosh 3 etapa deri në sublimim. Sa e bukur. Sakrificat e një aktori për këtë dashuri të madhe që ka është janë vërtet vetmohuese në disa raste. Unë e besoj fort këtë. Një aktor apo qoftë një regjisor duhet të ketë vetmohim për të shkuar drejt asaj, dritës atje në fund të tunelit që mos që nuk mungon asnjëherë. Rrezik mund të jetë edhe treni duhet zbuluar, se vjen të shtyp. Urojmë që jo. Që duhet vigjilent gjatë gjithë kohës. Cila është kënga jote preferuar? Shumë kam. Njërën prit tani ta gjej, Okay. prit ta gjej. Po jotja Viola, sa ta gjej Rozi? E imja nuk e gjej dot për sot. Ja, shikon sa e vështirë. Është kollaj të bësh pyetje. Kam disa. Po mund të them House of Rising Sun, ndoshta. E bukur është. Unë do them këtë Nightwish. Nightwish Tonight till the lips. Nightwish. Kiss while your lips are still red. Yeah. Okay. E dëgjojmë edhe rikthehemi. Këtë e kam vënë për herë të parë në 2010 tek shfaqja Pse nuk rri për mëngjes. Ishte propozimi më i bukur që mund t'i bësh një femre. Hajde sonë mua. Pse nuk rri për mëngjes? Po pra, ka më bukur. Po. Pra do thotë që ke kaluar natën. Hajde çuna bëuni më poetik. E dëgjojmë edhe rikthehemi. Jemi rikthyer prapë në Kinotek në Sol. Uroj ta keni shijuar po aq sa ne edhe ju Kiss While Your Lips Are Still Red. Në titull më të shkurtër nuk i gjeni ton Nightwish. Se na bët lëmsh. Pak më shkurt i binde më ha. Po. Kemi shumë gjëra për të diskutuar edhe tani dhe unë të doja të ndaleshim tek aktorët e rinj, tek jeta pedagogjike. Rozi si pedagoge, si është? Se ka 2 këndvështrime, këndvështrimi im nga unë edhe pastaj i tyre. Është unë po flas nga imi edhe cilat janë objektivat e mia në marrëdhënie me një kurs të ri që marr. E para, unë i ndërtoj marrëdhëniet me ta si një familje, sepse besoj që ata duhet jenë të lirë dhe të besojnë totalisht te ky proces. Pra që në krye të herës filloj ne jemi një familje. Dhe këtu ne jemi të lirë të themi gjithçka që mendojmë për të pastruar nga ajo ngarkesë që ti merr nga jeta jashtë. Sepse ne, cila është ajo ngarkesë? Ne merrem me disa paragjykime të cilat mendojmë që kështu duhet bërë kjo, kështu duhet bërë ajo, por në teatr funksionon krejt ndryshe. Shumica vinë me mendimin për të bërë direkt të famshëm, gjë e cila nuk mund të ndodhë, ose edhe mund. Ashtu me teatrin. Me teatrin, po edhe mund të ndodhë, në varësi të disa rrethanave të tjera. Teatri të bën të rëndësishëm, po jo të famshëm. Mua nuk më intereson fama fare, po fare. Unë e bëj se dashuroj këtë profesion dhe më pëlqen, ndërtoj një realitet artistik, artificial, që merret e ka burimin nga jeta, është një lloj pasqyrimi, pra merret nga jeta, pasqyrohet këtu dhe shkon tek publiku që zgjon ndërgjegje.
edhe ndërgjegjësohen qenie njerëzore për ta pasuruar jetën, për të ndërgjegjësuar mentalisht, për të ndërtuar një diskurs në harmoni të plotë me mendjen dhe shpirtin. Besoj që teatri, arti, por teatri në thelb rregullon metabolizmin e një populli. Është shumë e vërtet edhe këtë e konfirmoj plotësisht këtë herë si publik, sepse sa herë që dal nga teatri, pasi kam parë ndonjë shfaqje, jo vetëm unë edhe kush ka qenë me mua, fillojmë të diskutojmë mbi çfarë kemi mësuar ose çfarë na bëri të mendonim kjo shfaqje, po edhe zërat e atyre që ndjekin nga pas në rrugën, sepse ti reflekton mbi këto fenomene që pasqyrohen aty. Reflekton mbi jetën tënde, mbi atë çfarë ka shkuar, mbi atë që ti po përjeton tani dhe pastaj për një urë komunikimi me të ardhmen, për të përcaktuar direktivat e tua. Teatri në thelb të gjës na unifikon. Pra ti nuk bie në dëshpërim për të thënë që vetëm mua më ka ndodhur kjo gjë dhe mbulohesh aty në guackën tënde, futesh thellë në guackën tënde dhe fillon dëshpërimi, degradimi psikologjik, por ti gjen një dorë që shtrihet atje, thotë jemi bashk në këtë udhtim që quhet jetë, edhe duhet ta kalojmë bashk, pra nuk je vetëm në gjithë këtë hall apo në gjithë të qef apo në gjithë shka. Cili është synimi i përbashkët i çdo studenti kur nis shkollën për aktrim? Studentët vinë me qasje të ndryshme. Për shembull, disa duan të bëhen shpejt të famshëm, disa duan formula të thjeshta, sepse jeni edhe brez i taçit juve. Jeni brez i prekjes, del informacioni. Kurse me qenie njerëzore ka nevojë për këto 3 etapat, domethënë procesi i mësimit apo i përvetësimit të këtyre 3 etapave të perceptimit, të receptimit dhe reagimit. Kjo është shkolla e tëra po në thellësi, sigurisht që këto i kanë proceset e tyre. Unë përpiqem të bëj shumë ushtrime të cilat mbase në vedijen e parë nuk arrin të perceptohen lehtë. Ato janë ushtrime shumë të thjeshta. Disa i marrin thon po zysha ç'a na bën këto ushtrime kalamajsh. Po sepse ne duhet ta ruajmë fëmijën brenda nesh. Nëse ne humbasim marrëdhënien me fëmijën ton brenda nesh, atëherë kemi humbur shumë. Kemi humbur gëzimin, kemi humbur dashurinë, kemi humbur gjithçka. Kemi humbur atë entuziazmin e zbulesës. Se teatri është zbulesë, ti zbulon gjatë gjithë kohës, zbulon marrëdhënie, zbulon procese njerëzore të jashtëzakonshme. Dhe duke i zbuluar këto ti të kap një entuziazëm i brendshëm i një fëmije, besimi i fëmijës. Siç luan një fëmijë, kur luan me gjithë shpirt, luan atje, hidhet, ashtu duhet ta duash teatrin. Unë do doja të ngeleshim këtu, Viola, po të flisnim pak më specifikisht edhe për vajzat, për studentët e reja të aktrimit. Çfarë formulash që mund të kenë kokë ti u thyen atyre, ose si i edukon dhe çfarë u tregon? A është sfid, po themi, për një vajzë ose për një grua, ndryshe nga një djalë ose një burr, aktrimi dhe po them më gjerësisht arti? Sigurisht që ne jemi të paragjykuar. Një femër për shembull merret më shumë me vështirësi në punë se sa një mashkull, po të krahasosh. Unë gjatë karrierës time i kam pas gjithë këto pengesa dhe vazhdoj t'i kem. Edhe në sisteme vendimarrjeje, në akademi, në procese, meshkujt përpiqen ti distancojnë femrat, sado madje po të panë që ke kapacitet më të lartë, përpiqen shumë lehtë të bëjnë skip. Pra është gjithmonë, unë jam hasur gjithmonë, kurse në marrëdhënie me studentët, pikërisht duke treguar eksperjenca jetësore, edhe të sprovuara, qoftë në lëkurën time, qoftë të marra nga ato që kam lexuar. Si përpiqesh ti orientosh? Po, përpiqem ti orientoj në këtë mënyrë që të jenë nëse vërtet e kanë zbuluar, pra po i heq meshkujt, se unë flas për gjithë lloj, por për femrat që bien pre e disa skema vendoshta. Do thoja një abuzimi fizik. Pra, si një femër të bukur, ti e marrin e kështu, por në këmbim i kërkojnë diçka tjetër. Edhe për të mos rënë pre e këtyre gjërave,
edhe mbase edhe dikush thot pse më mirë e marr më lehtë kështu se sa ti futem kësaj rrugës gjatë që propozon Zysha. Se është e gjatë kjo rruga ime, nuk është e gjatë, është e stërmundimshme, por ama të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Sepse unë I paralelizoj të dyja. Nëse ti zgjedh rrugën e shkurtër, do të vi ndot nga vetja, do të vjell vetja. Vetja jote do të vjell ty. Do t'i vi përshtirë, edhe ti zgjidh pastaj. Më mirë të lodhësh, të djersitesh, të strapacohesh ose sa bukur strapacata. Si ishte ajo shpreha e Bukovskit, se nuk e di se me këtë pjesë më lidhet shumë bukur. Shpreha e Bukovskit është duhet të dehesh. Me alkool, me verë, me harrova me çfarë sjella ime. Me poezi, me gjithçka. Por ama unë për shembull kam zgjedhur të dehem me teatr. Dehu me diçka. Dehu me një gjë që do, po kjo vjen nga dashuria, vetëm nga dashuria, pra ti duhet të dehesh brenda saj. Dhe te gocat unë nuk e thash që në fillim më kot që I trajtoj si një familje, pra përpiqem grupin ta bëj, jemi një familje. Edhe jo ajo familja që nuk tregohen gjërat, që ke frikë t'ja tregosh mamit apo babit. Jo, familja që ti duhet tregosh gjithçka. Ajo I përket kohës komunizmit ajo familja. Përket jo, po ka plot se unë dëgjoj të rinj nuk më kupton mami, nuk më kupton babi. Si më s'të kupton? Çka ka me të kuptu ty? Po jo, po s'më kupton. Sepse mënyra se si ti e thua atë shqetësim tëndin, ti veti duke e paragjykuar së pari. Pra ti e thua të përpunuar kur shkon tek prindi. Pra shkon e përpunuar. Sigurisht mund të ketë edhe prindër pra që vërtet nuk I kuptojnë, bëhen agresiv ndaj tyre ose e qasin me jetën, me rininë e tyre, pse unë s'kam qenë kështu, ti e kështu. Unë kam parime të tjera në marrëdhënie me kalamajt. Unë nuk më pëlqen kur të them jo. Unë them po, por. Dhe por është shpjegimi. Pse? Edhe unë dua një por edhe nga ti. Pse ti e do këtë gjë dhe çfarë pritshmërish ke nga ajo gjë? Pra le të bëhet dialog, se po u bë monolog. Ti ndërton një vet dialog të brendshëm, unë me Esin luftojnë brenda teje. Dhe pastaj ata krijojnë një të tretë, një përbindësh të tretë që ti paragjykon për shkak prindin apo dikë tjetër, edhe gjejnë prehje tek disa gjëra të tjera që janë më të dëmshme akoma. Edhe unë them, jo gjithçka duhet treguar tek shoqëria, se përgjithsisht e kanë këto. Ja tregojnë se nga që mungon koncepti I psikologut. Edhe tek ne në Shqipëri psikologu është shoku, shoqja. I thuhet I nxirren zorët e barkut aty dhe pastaj pas ca kohësh të kthehen mbrapsht ata nga ajo miqësi. Prishet ajo miqësi, se I ke dhënë vet armët. Edhe thuti ma nguli thikën pas shpinës. Jo, thikën ja ke dhënë vet. E thjesht anguli. Si është nguli, është krejt normale ta ngul. Po thikën ja ke dhënë vet, pra ja je vet armët. Dhe pastaj thua, wow, ç'më bëri? Po ç'të bëri? Asgjë s'të bëri. Aty që do ta bënte kushdo. Se në fakt më përmende konceptin e psikologut dhe po e mendoja që aktori apo kushdo që merret me art, po sidomos tek kinematografia apo tek teatri, duket sikur ka një peshë emocionale shumë të lartë edhe që mendoj në një pikë apo në një tjetër edhe ty vetë të ngarkon. Mendon që është një koncept I cili duhet të integrohet më shumë pikërisht psikologu për artistët. Është një lloj psikologjie tjetër në fakt, sepse vetë teatri është psikoterapi. Që në kryet herës është psikoterapi. Teatri ka filluar nëpër shpella, kur çunat dinin e vrisnin kafshët edhe vinin këtu dhe ju arrëfenin njerëzve të tjerë tek zjarri edhe hijet e tyre pasqyroheshin në mur, se si ata e tregonin, e rrëfenin mënyrën se si I kishin vrarë atë kafsh. Sigurisht që e plusonin, se ne gjithë e plusojmë kur bëjmë diçka. Ne e zmadhojmë se duam që ti ta pëlqesh atë, të duket fantastike, që sikur vetëm ti e ke bërë. Ky sikuri është magji. Pra, duke filluar që në gjenezë ajo ka ardhur, çfarë I bën atyre që shikojnë? Ata I çliron nga një lloj
ngarkese të ditës, stresit etj etj. Kështu pra është psikoterapi për të dyja palët, edhe për ata që shikojnë edhe për këta që përjetojnë. Se të dyja palët përjetojnë përgjithsisht, Jo, se më duket sikur janë aktorët apo regjisorët që mbajnë peshën emocionale ndërkohë që të çlirojnë publikun nga një emocion i caktuar. Jo, ne duhet ta shijojmë atë që bëjmë. Nëse nuk e shijojmë, atëherë ndërtojmë shumë mure dhe na dëmtojnë brenda. Besoj që tashmë perceptimi për aktrimin nuk është që ti të stërmundohesh, të krijosh një dhunë, ti krijosh një dhunë trupit dhe mendjes tënde, shpirtit tënd, po përkundrazi për ta çliruar atë. Jo, se nëse ne I krijojmë një dhunë, atëherë nuk bën efekt. Shiko, se nëse të kam kuptuar drejt Viola, një element I kësaj mund të jetë si e bën një aktor profesionist ndarjen midis vetes së vet dhe rolit, kur roli në atë moment të performimit është vetja. Pyetje shumë interesante, por ne përveç procesit teknik që kemi për ta hulumtuar këtë hartë, është si punë harte teksti. Është një hartë. Ti kur shkon diku merr një hartë. Edhe orientohesh. Kjo është kjo ndërtesa këtu, unë duhet shkoj këtu dhe I gjen rrugën. Edhe ne në fillim bëjmë këtë. Ky është procesi teknik I zbërthimit të tekstit. Pra duke marrë informacione për autorin, kur është shkruar, kur është vendosur vepra, kur çka ka ndodhur me deri sa vjen tek elementet tekstual që është dialogu. Dialogu zbërthehet në bazë të interesave, qëllimeve etj. Rrethanave dhe ai çfarë neve na udhëheq është qëllimi që personazhi ka. Dhe ju e dini shprehjen machiavelliane që qëllimi justifikon mjetin. Kështu që në këtë parim, qëllimi justifikon mjetin, ne nuk duhet ta paragjykojmë personazhin ton gjasme kur bëri diçka keq nga ana sociale shoqërore. Se nëse unë e paragjykoj atë që kam për të luajtur, nuk arri dot t'i jap vlerën e duhur skenike. Kështu që gjërat shkojnë gradualisht në mënyrë shumë organike. Dhe vjen një proces që për shembull ky personazh ka shumë të kundërta ndaj meje. Çfarë duhet bëj, cili është mënyra se si unë duhet I përftoj këto. Prandaj thash të luash të përjetosh një jetë tjetër. Edhe ai është kalimi që ti duhet ta pranosh, ta motivosh personazhin tënd që ka të drejtë që po e kryen këtë veprim për 1 2 3 4 5 arsye. Edhe kështu fillon t'ja japësh dorën personazhit tënd dhe filloni të rrugtoni bashkë. Se në fakt e bër jashtë skene, kjo është patologjike. Ajo është smundje. Është smundje dhe ne këtë na duhet ta ruajmë në teatr. Prandaj po them. Ky është problemi. Edhe kur vinë njerëz, kur vinë në konkurs, ne këtë duhet shikojmë. Edhe unë jam goxha skeptike për ta parë çfarë elementesh ka ky person. Pra mundet dot se është racionaliteti duhet jetë se s'bën I pranishëm në rrugën tonë. Se s'mund të jesh patologjik, po nëse je patologjik ti I vret gjithë aktorët e tjerë. Larg qoftë. Prandaj procesi I racionalizmit, prandaj ka punë teknike. Pra procesi I parë është për ta njohur këtë hartën, jo duke u përfshirë emocionalisht që në fillim. Se ti se njeh, s'ke se si përfshihesh, se nuk e njeh. Çfarë janë, cilat janë rrethanat etj. Pra duke bërë punën teknike, ti shkon gradualisht në një proces të përjetuarit me gjithmonë me koshiencën që jam unë në këto, jam unë, asnjëherë s'duhet ta humbasësh unin. Ata që ne I quajmë patologjik janë ata që humbasin skizofrenia, po që ti uni yt bëhet dikush tjetër, po them. Megjithmonë, jo në rol. Jo, nuk bëhet dikush tjetër, jam unë. Jam unë e futur te kjo gota, ky është kostumi. Po. Ktu uji ka brenda. Po mund t'i futesh edhe verë, mund t'i futesh edhe, pra karakteri im është ujit, I joti është verë, I tjetri qartë. Por ama ky është karakteri I dhënë. Ju ma dhat këtë gotën. Ka këtë logon dhe gjithë që e shikojnë është kjo. Radio Sol, do thotë, po se çka ka brenda s'di. E drejtë, e kuptoj shumë qartë. Një shpjegim shumë I bukur. Roz, ka ndodhur ndonjëherë se kam përshtypjen ai shumë student sa edhe po janë 25 vite që jap mësim, kështu që që ti ke thënë ndonjë studenti nuk je për këtë gjë. Dhe ndoshta ai ke bërë dhe nder, se mund kishte harxuar kohë. Ky është problemi. Dikur jam përpjekur me atë
mendimin për ta ndryshuar botën. Tashmë kam hequr dorë se nuk ndryshon bota, sigurisht duhen shumë zëra për të ndryshuar diçka, po kur ti e shikon që je vetëm, unë sigurisht nuk heq dorë nga puna, absolutisht, por e shoh që nuk e ndryshoj dot dikë, edhe kam filluar ta them që po, duhet shikosh gjesh diçka tjetër, por dikur ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse e merrnin tragjike. Dhe ishin më të përfshirë, ndërkohë që sot janë më pragmatistë. Besoj, ç'a ndodh edhe me jashtë, sepse ka lëvizur Shqipëria, kanë shku, kanë dalë, nuk kanë problem, nuk quhet mbetje në klasë, ne kemi tabu, ke ngel, bonami. Po jo më s'ke ngel, ti ke provuar këtu, e shikon që nuk jep dot maksimumin. Pse mos provosh diku tjetër që mund t'japësh maksimumin? Edhe kjo është liri zgjedhjeje. Pra provon, nuk shkon s'është fundi botës. Nuk është fundi botës për asgjë. Për dikë mund të jetë, për shembull, skena e teatrit mund të jetë ëndra më e madhe, se ja kanë thënë edhe këtu nis problemi që nga shoqëria, nga njerëzit që na rrethojnë, kanë thënë gjatë gjithë kohës, ti je i talentuar burri dhe o duhet të shkosh patjetër. Ata se din a je ti i talentuar apo jo. Kështu që mos ti besoj më njerëzit. Po s'ke se si ti besosh. Shumica e vazhdojnë shkollën se i thot mami e babi sa i bukur je dhe duhet shkosh artist. Je dakord me këtë gjën që po bëjnë? Artist. Vëre një tendencë që ndodh tek prindrit modern, të cilët shpeshherë janë refuzuar që të ndiqen me kurse dhe me dëshirat e tyre nga familja, që tek fëmijët fillojnë edhe kultivojnë për shembull aktrimin nëse kanë pasur fiksim vetë dhe nuk e kanë bërë dot. Modelingu nëse mami ka pasur dëshirë të bëjë modele po nuk u bë dot për disa kushte dhe rrethana tjera. Muzikën edhe tek një fëmijë i cili mund të mos ketë as veshët kështu si Çfarë mendon për këtë? Kjo është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh me ne prindrit. Pra ti duhet ti jesh i plotësuar vetë një herë që të mos arrish t'ju marrësh jetën fëmijëve, se për mua ja merr jetën. Unë dua që fëmia im le të zgjedhë vetë çfarë do të bëj. Ai është pavarësisht nga ty, është qenie ekziston pavarësisht nga ti, pavarësisht se ka lidhjen me ty, por ai është komplet tjetër gjë, është botë tjetër komplet. Dhe duhet ta lësh të zhvillohet ajo botë. Edhe të gjej rrugën e tij. Nëse unë e ushqej me çdo gjë timen, unë jam duke bëj zgjatim timin, asgjë më tepër. Edhe je duke ja marr jetën, edhe ai s'do jetë i lumtur, s'do jetë i kënaqur, s'do jetë i gëzuar. Unë mbaj mend para shumë vitesh më tha nuk ishte studenti imi, por çrën si ka, ishte student, i thashun po si e morë vendimin për të bërë, se e ndjeja që vinte me përtesë në prova, nuk kishte dëshirë. Se duhet kesh pathos. Duhet ta duash atë gjë. A vihet në punë tani? Po shkove në punë. E bën një herë, dy herë, nuk e bën dot gjithmonë. Nuk është punë për ty ajo. Kaq që thjesht po ta thot qeni aty, nuk është për mua dhe pikë. Edhe më tha, unë e kam vazhduar shkollën vetëm se më thoshte mami, ti je ylli bukur, ti duhet bësh aktor, ti je aktor, je artist. Më mami ka parë telenovela turk. Po paraqitja nuk është gjithmonë, mund të jesh shumë i bukur, del atje në skenë, nuk ke shpirt. Okej, ra poshtë ajo bukuria. Po besoj që nuk është kriter për teatrin të faktë. Jo, tashmë jo. Bukuria, sepse unë kam përshtypjen një mimik e cila mund të rrudhoset më... Po pra shpreh, s'ka nevojë të rrudhoset, okay. S'ka nevojë të rrudhoset, mund të shpreh. Kisha nëse si kur bëjmë të kuptova. Na doli nga shpirti. Ndërsa mua nga shpirti po më del një pyetje që jam shumë kurioz të di opinionin tënd nga gjithë kjo përvojë e gjatë që ti ke si në skenë, në regji, po edhe në akademi. Unë dua të di ku gjenden aktorët më të mirë sot në Shqipëri. Gjenden pra në teatr apo në politik? Kjo është pyetje fantastike. Me thënë drejtën, politikanët na e kanë marrë në kthes. Janë shumë të mirë, po. Ti mund ta thuash, kanë audiencën që shkulin flokët. I mbështet, domethënë nuk i kuptoj si mund të rri një politikan gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë për televizione, po ja që ne i kemi mbarsur të tillë, ne i duam të tillë, pa bëjnë ata. Po. Që do të thotë jemi të gjithë nga pak aktor, hipokrit, se di. Aktrimi është brenda njeriut, është çdo njeri aktor. Çdo njeri.
të gjithë ne aktrojmë, ne ndryshe sillemi në familje, ndryshe sillem unë këtu tek juve, ndryshe sillem me djalin, me vajzën, ndryshe me tim shoq, ndryshe në një grup tjetër shoqëror, por e rëndësishme është shtylla kurrizore. Ajo është e rëndësishme. Dhe këto sjelljet që e plotësojnë shtyllën tonë kurrizore, pastaj aty përcaktohet karakteri. Por që të gjithë jemi aktor, ne aktrojmë gjithkohës. Aktrojmë gjithkohës, sepse janë rrethana të tilla që ty të ofrojnë një lloj aktrimi. Ta vetë ofrojnë. Edhe ti për të shmangur, për të dalë mirë te kjo situatë, për të dalë mirë atje, fillon aktron. Po ajo vjen nga halli, nga nevoja që ke. Kështu që politikanët tanë kanë nevojë. Të jenë të besueshëm, të marrin sa më shumë vota, është krejt normale. Ata janë aktorët më të ndenj. Kush e di sa po dalin Po janë të palodhur. Kurse ne kur dalim nga aktrimi ne jemi o zot, çfarë emocioni kam përftuar. Si do janë ndaje rolet? Politikën. Kurse ata mund ta kenë edhe këtë, po e kanë për shkak të sa i paparisha sot. Dhe aty vjen një mega përfitim. Sigurisht. Po bra, neve na vjen vetëm shpirtëror. Ndryshimi. Me atë lojën me Rozin, kush do ishte protagonisti, antagonisti. Po e bëjmë pse jo, sipas jepi. Bëjmë lojë ose lojë tanë bukur. Në një film që ti do të ishe regjizore. Ose në shfaqje teatri. Ose shfaqje teatri që je regjizore dhe besoj duke qenë se je regjizore shumë e mirë, besoj kam shumë besim tek përgjigjja. Te kush do të ishte protagonisti? Ku do të zgjidhje për protagonist? Nga politikanët tanë. Nga politikanët. Bëj një shfaqje ose një film me politikanët. Kam besim të përgjigja jote. Jo, s'duhet kesh besim. Sepse gjithmonë arti është në opozitë. Arti, edhe sidomos teatri, është opozite çfarë do lloji qeverie tjetë. Sepse duhet të thotë disa fenomene t'i nxjerrë në pa, disa të vërteta të cilat mbulohen nga shoqëria. Prandaj unë s'do ta bëja kurrë një shfaqje me politikan. Kurrë nuk do intervenoja me ta. Sepse vërtet unë jam pa parti, jam apartiake. Edhe nuk I kuptoj as kolegët e mi që pozicionohen majtas djathtas. Saktë sa ndaj po. Nuk I kuptoj dot sepse misioni jon, sepse teatri është mision. Nuk është thjesht për të fituar 2 lekë për të ngrënë. Është mision. Duhet jesh më larg pamës. Duhet të ushqesh breza me një vetdije më të qartë për të zgjedhur më mirë. Arti është në opozit apo duhet të jetë në opozit? Në Shqipëri nuk është në opozit, po duhet të jetë, edhe unë dua që të jetë, unë përpiqem ta bëj gjithmonë dua të jetë në opozit me çdo lloj qeverie, pse kjo ndihmon edhe qeverinë, ndihmon gjithçka të ecë më mirë. Pra vë në dukje problematika shoqërore, sociale, të cilat çojnë pastaj në një ekonomi më të mirë apo. Një shprehje thotë, nëse do ta kuptosh një popull se si qeveriset apo në ç'gjendje gjendje është, shko shikoj teatri. Si e ka? Kaq, pik. Edhe unë do doja të shkoja të shihja si është teatri, po s'po e gjej ku është më teatri. Prandaj ta thash. S'po e gjej ku është. Je ndjer ndonjëherë të censuruar? Po, disa herë, shumë herë. Si aktore apo si regjizore? Kam përshtypjen si regjizore. Në të dyja rastet. Shumë herë, jo mos e bëj këtë se kjo kështu, jo se interpretohet kështu. Unë e kam thënë kështu se dua ta them kështu. Shpesh herë. Po, çon si ka, unë jam pak kokshkrece, nuk është se më kam mbajt as politika, se kur ti ushqesh nga një politik, sigurisht je I detyruar të respektosh vijat e tyre. Nga që unë kam qenë independente gjithmonë dhe do vazhdoj të jem gjithë jetën, më pëlqen të pohoj vetveten dhe të them ato që mendoj nëpërmjet këtij arti. Kur I shikoj gjëra duhet I flas, edhe gjithkush duhet I flas. Me punën e tij që bën, mund t'i pohoj, t'i thot. Dhe arti është një forma më e lartë të pohuarit të gjërave që ti vren, vëre pra, fjala vren, vëre diçka që nuk shkon. Duhet ta nxjerrësh, duhet ta. Dhe jo vetëm që e pohon dhe e tregon për të tjerët, po kam përshtypjen edhe ata që janë të përfshirë dhe me të cilët nuk shkon diçka, kanë kurajon të pranojnë një gabim sepse I është shfaqur në formën më të lartë finesës.
Kështu që gjithmonë besoj teatri është një terapi e mirë edhe për kombin, për gjithçka. Po, për të gjithë. E rrit vetdijen atyre që vinë e shohin, edhe nëse nuk kanë mundësi vendimarrje kështu, rrit vetdijen për të folur, për të artikuluar, sepse janë fije të holla që lidhen të padukshme dhe unë besoj shumë tek e padukshmja. Ajo është më e fortë se sa e dukshmja. Për qëndruar edhe pak tek politikanët në një pyetje që erdhi natyrshëm tek unë. Tani ti je në regji në pjesën më të madhe të kohës, kështu që kam përshtypjen edhe mund të shohësh sallën në një moment apo në një tjetër. A ke vënë re ndonjë politikan të vetëm që vjen dhe sheh rregullisht shfaqje teatri? Janë shumë të rrallë, edhe shumë pak nuk vinë. Unë mbaj mend në 2017 kam bërë një shfaqje në teatrin kombëtar, aty ku ishte ekzistuesi, quaj Vdes siç vdes një vend. Ajo ishte thellësisht politike, po thellësisht njerëzore. Ishte një britëm e një gruaje që thoshte po vdes sepse politika më mori këtë, kjo shoqëri më mori këtë, më mori atë, më shterroi. Dhe nga një monodram, unë e bëra me një kor të madh prej 15 vetash, futa dhe partnerin që kjo i çonte një letër partnerit të saj, për t'ju shpjeguar që unë nuk dua të jetoj më në këtë vend që mi mori gjitha, më shteroi dhe ka një proces të jashtëzakonshëm. Ai personazh i shpërbër në shumë element. Fillohet shfaqja duke u përpjekur për të mbjellur një ulli. Po. Një fidan ulliri, ku ta mbjellësh në asfalt nuk mbjellet asgjë. Ashtu kërkon dhe hienat që i shkojnë mbrapa. Pra korin e kam futur në dy lloj versionesh. Ata kur janë pro teje dhe kur janë kundër teje. Ata janë kundër teje kur ti del kundër qeverisë për shembull, se i del edhe e keni vënë re që të largohet e shoqëria e komplet, po ti ngritë zërin për diçka? Po. Edhe ku jemi me kolegët. Ngritë zërin nga në një mbledhje X thuat një të vërtet, i ke kolegët se duan ta mbajnë mirë me atë tjetrin. Edhe zhduken. Dhe askush nuk vjen të thotë, fundja e bëre gabim, nuk thot askush. Vetëm të shmangën edhe hikin si hiena. Po kjo dhëmb. Me çfarë po kuptoj unë, ti e ke ende mision shpëtimin përmes teatrit. Po. Misiona kam gjithë. Se e thash në mënyrë drejt për drejt, po sigurisht kjo mund të elaborohet edhe besoj që nuk është kaq e thjeshtë sa thuhet. Sigur, ajo ka ardhur si proces njohje me këtë profesion, me konceptin tim mbi jetën, mbi të vërtetat njerëzore. Shfaqja që kam aktualisht, që po bë, e kam punuar në teatrin Skampat e Elbasanit, është një komedi misterioze, dhe ka flet shumë për realitetin ton dhe tematikën dhe idenë e kësaj shfaqje unë e kam menduar të tillë që ne të gjithë jemi vrasës dhe të gjithë të vrarë. Pse jemi të gjithë vrasës? Ne vrasim çdo ditë, çdo sekond të jetës tonë. Vrasim me sjelljen, me një fjalë, me një shikim, me një gest. Vrasim me gjithçka. Ashtu siç mund dashurojmë me gjithçka, po vrasin e kemi më të fortë. Pra janë dashuritë ekstreme janë këto. Që bëjnë se të vrasës është dashuri, më thënë, no? Këto janë tipare antropologjike ballkanike në fakt. Po, pra pasione kaq të mëdha sa që kapin ekstreme. Dhe të gjithë jemi të vrarë, pra të gjithë vrasim dhe njëkohësisht jemi edhe të vrarë. Se nëse unë e bëj, patjetër që do më bie bërë edhe nga dikush tjetër. A e keni vënë re që shpesh herë ne themi për një person që si ka mundësi me ky është njeri i vëm epitetin i keq e kështu. Dhe kur vjen puna, ai njeri i keq thot për të këqijat që i kanë bërë atij. Edhe ti kupton që nuk është askush i keq më. Sepse dikush e ka bërë të jetë i tillë. Bravo, e ka futur në ato hullinj. E ka degdisur tek ajo rrugë dhe ai ka nxjerr më të keqen e vet. Ashtu ndonjëherë të reagosh keq është
përgjigja më e mirë që mund t'japësh, të paktën për të mbrojtur veten? Sot unë besoj që e kam vënë re shpesh që nëse ti je i keq, përgjigjesh ashpër, godet fort, i bi dikujt në kokë, je shumë i vlerësuar. Çuditërisht. Nëse je i paqt, dhuron vetëm dashuri, i the gjunafe shkreta. E kam. Po duke qenë i paqt, besoj më shumë mbush veten. Po, dhe kjo ka rëndësi në fund të ditës, që ti të ndihesh mirë. Çfarë objektivi vendos vetes ti dhe çfarë do të nxjerrësh nga gjithë këto? Do të nxjerrësh më të mirën apo më të keqen? Se ne i kemi të dyja bashk. Ato bashkëjetojnë, jetojnë me të keqen bashkëjetojnë. Varet kë ushqen ti, kujt i jep. A beson që një njeri mund të jetë vetëm i mirë? E mira tani ka kontekste dhe këndvështrime. Vetëm i mirë, nuk mund të jesh vetëm i mirë, sepse ti je në bashkëjetesë me njerëz të tjerë, kështu të ta nxjerr dikush edhe një gjë të keqe që mund ta kesh. Është e pamundur ndryshe. Sado që ti të luftosh mos e nxjerrësh, vijnë rrethana të tilla që të del diçka. Absolutisht. Prandaj thash janë në bashkëjetesë e mira me të keqen. Luma i që është koshient edhe përpiqet të mos e ushqej të keqen. Kjo është e rëndësishme, të paktën me koshiencë mos ta ushqesh. Se e frikshme sot është që ushqyerja me koshiencë, që i thonë shaja, ato i thonë që fëmijëve të vegjël, shaj me fjalë piste, godite, bëje. Kjo është ta ushqesh. Tani e gonit, me që ka edhe fëmijë të vogël, i duhet pak sheqer të mbledh vetë. Cilën nga bonot do e gon? Më jep atë me pistakjo. Këtu. Okej, i gjeta. Do ta kapësh, po kape, prit, hajde, 1, 2, 3. Hidhe. Po plase, mëse nuk ma je prap. Hidhe. Tani ta plas. Plase. Plase se do të bëjmë imazh zyrtar të bon. Ja, shumë pau. Nuk është njëri, nuk e di ç'është dhun. Ja, jam njëri mirë. Faleminderit Bono, si gjithmonë kemi nevojë të ëmbëlsohemi. Rozit, në fakt doja të pyesja çfarë projekti ende nuk e ke realizuar në projekt skenik gjithmonë flasim, ose jo, nuk e di. Jo, dhe filmik, pse? Edhe filmik patjetër. Të cilin e ke me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Po si janë bërë ato rrethanat ende? Unë në fakt në dëshirat e mia është që të punoj Shakespeare. Sigurisht kam arritur deri në disa procese dhe nuk është realizuar. Bono, nëse do. Jo, faleminderit se kam ngrënë mëngjes edhe të ëmblat, kam pak kështu pastaj. Faleminderit se ti në fakt. Unë ndjeva keq. Nuk më the mua. Edhe unë qëndrova pak kështu se jam mysafire, duhet të thoshte të parës. Ndona japin ndonjë gjë këta. Dhe ne jemi dhe brezi vjetër, na thoshte mami, mos e merr me herën e parë, do të thotë 2-3 herë merr. Kurse ju i ta merrni nga dora. Edhe shumë mirë se kur e do një gjë pse po se marrësh. Do edhe kaq. Ja, kaq është. Unë si ato fëmijë të vegjël duke e marrë. O babos ma dha. Jo, nuk dua rob zemër. Dhe po thoja, Shakespeare, po e dashuroj Shakespeare-in. E dashuroj edhe për një gjë tjetër, edhe që dua ta them sot. Duhet ta them sot kësaj kohe që po jetojmë. Gjuha është bërë shumë vulgare. Gjuha e artikuluar. Pra marrëdhëniet njerëzore janë bërë vulgare, shkurtimet, janë gjitha sot i madh. Nuk e di çfarë po ndodh. Nuk thuhet një fjali e gjatë, e bukur, të gjitha të shkurtra, të gjitha aksion shumë i ashpër. Ka nevojë për pak poetik, ka nevojë për pak imagjinat, qoftë edhe tek marrëdhëniet njerëzore, dyshen e çift, apo edhe në shoqëri është bukur, është më. Edhe për këtë dua shumë të flas me një gjuhë që ta rrëmben qenien tënde dhe bëhet pak më njerëzore, më poetike. Që na çove në dimensione të tjera të fjalës sot. Me që jemi në minutat e fundit. Absolutisht, e vërtet. Dhe ti e bën shumë mirë. Por ne kemi edhe një kërkesë, unë ta kam dërguar poezinë, është një nga poezitë e mia të preferuara, po kam përshtypjen edhe
shumë të tjerëve. Bëhet fjalë për poezinë Në vend të përshëndetjes nga Zem Shkreli, të cilën ne do kemi kënaqësinë ta dëgjojmë në Kinotek në Sol, me sy të mbyllur. Të mbarojmë Po, prandaj po flas që ti të vazhdosh dhe të mbarosh atë. Ta dëgjojmë me sy të mbyllur, sugjeroj unë. Nga zëri I mrekullueshëm I Rozi Kostanit. Prit, mos fillo. Po mirë, unë ta lexoj një. Okej, lexojmë. Ta lexoj. Që mos mbytem. Jo, prima misna. Ama se ti edhe kështu natyrë emocionale, Gona. Nuk duat na mbytesh se kemi një sezon të gjatë na pret përpara, kështu që titullin si e kishte? Në vend të përshëndetjes. Në vend të përshëndetjes. Shumë e bukur. Ndonjëherë edhe një poezi mjafton në vend të përshëndetjes. Se ne shpesh herë përshëndetjeme ciao. Ja, kjo është një arsye pse duhet ta. Se më kujtoi ajo tipike e telefonatave. Mirë, ik hajde. Hajde ik po. Sa kontradiktor, paradoksale është kjo, shumë e bukur. Gjuha pohuse dhe mohuse në të njëjtën kohë. Në vend të përshëndetjes. Shko, se furishëm po fryn në mua mallkimi që s'të fal. Dhe dje mirë, kur më një nuk bë një, siç thoshte Hikmeti, ai far poeti me këngë prej zjarri. Shko, merri me vete lutjet e tua, edhe hijen tënde hiqe zvarr rrugëve si gjën e ndyrë, mos u kthe pas. Mos I harro sytë për lotur në shtekballin tim. Mos thuaj lam të mirë. Asgjë mos thuaj. Merri me vete gjurmët në për të cilat erdhe një natë, më e përvuajtur se frika dhe hyre në mua. Shko dhe bëhu fjale mrame në gojën time. Bëhu shkreptime fikur në ylberin e shikimit tim. Bëhu çdo gjë, posmeje te dhe asaj që I quajtëm ne, kur I zinim yjet si flutrat, dhe u angjisnim nga një emër, mos të harronim emrin ton. Shko, merri me vete edhe rrugët, të mos kthehesh kur në vesën e lotit të rjedhshëm, gërmadhat e kujtimit ti rrëzosh. Shko, mbyllu në do kështjella të largë të harrimi, ku s'të zgjojnë më këmbonat e pendimit, kur çmendet malli vetmia, ose kur buza buzën e han piklim që mëkatin se lanë, që s'mundet të shpoj gurin e rënd, gurin e ftohtë të ndarjes. Shko më mirë dhe hesht, mos u kthe mbas. Mos I harro sytë për lotur në shtekballin tim, mos thuaj lam të mirë. E kur të shkosh larg, më larg, se prej blerimin blerim, e kur të shkosh larg, më larg se prej zemrës në zemrë, aq larg sa të harrosh edhe emrin tënd, dhe zërin tim, fshihu prej vetes. Shkurto flok gjatat, mate me mendje shkurtrën tënde, dhe mos qaj. Shko se të mërshëm po lodrojnë sonte në mua rakete gjaku të ndezur. Rozi Kostani. Rozi që na bëre na këpute, na palose, na Shumë e bëre. bukur ishte, më palosi dhe mua, u knaqa. Ripin e sigurimit ju që jeni intimos. Që imagjino mund të ndar nga e dashura ose I dashur I këto ditë, edhe po e vuajnë. Në stomak na godite. Rozi fantastike. Fantastike. Interpretim Faleminderit, fantastik. ishte magjishme dhe për mua. Unë e pëlqej shumë Azem Shkrelin, kur kam qenë në gjimnaz, lexoja shumë etj, po kisha kohë pa e lexuar. Faleminderit Viola. Faleminderit shumë e bukur. Faleminderit ty që na dhurove nga magjia jote. Pasurohet shpirti me gjëra të vogla, po me dashuri të madhe, thoshte Nën Tereza. Shumë e vërtet. Kur të gjesh kohë të lirë gjithmonë,
Merr njeriu tënd më të dashur dhe ke këtë biletën dyshe për në Cineplex, në cilën do nga pika, qoftë në tek, qoftë në QTU, për cilin film të kesh dëshirë. Po. Mund ta zgjedh filmin, okay, po, patjetër. Dhe kur të duash është e vlefshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për dhuratën. Kishit mrekullueshëm. Faleminderit shumë miq të Kinotekës që na ndoqët deri në këtë moment. Takimi i radhës, ju e dini, është mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë, kaloni mirë, kujdesuni për veten. Dhe mos harronit na ndiqni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Spotify dhe mua e Egonin mund na përshëndesni nëse na shihni rrugës. Mirë, deri atëherë, kalofshi sa më mirë dhe shihemi të mërkurën tjetër. Edhe nga edhe nga unë miru pjekshim. Faleminderit. U kënaqëm, rofshi, faleminderit. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flet.